James Rubin ish ndihmës sekretari i shtetit për çështjet publike dhe ish zëdhënës i sekretares amerikane të shtetit Madeleine Albright kritikoi këtë të martë në ditën e tij të dytë si dëshmitar mbrojtjes dhomat e specializuara të prokurorisë së Hagës, duke thënë se nuk arrin të kuptojë se përse ish krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi kanë qëndruar në paraburgim për 5 vjet, pa filluar ndjekja penale ndaj tyre. Rubin deklaroi se kjo nuk është ajo që ai e quan shteti së drejtës, ndërsa vuri theksin tek bashkëpunimi i Thaçit dhe të akuzuarve të tjerë me drejtësinë, duke thënë se nuk e kuptonte se përse një burg shteti mbahej pas hekurave. Fakti që të akuzuarit janë në burg për më shumë se 5 vite dhe janë dorëzuar vullnetarisht dhe fakti që janë mbajtur të ndaluar për kaq shumë gjatë më shqetëson. Mendoj që lidhet me politikën dhe shtetin e së drejtës dhe mua më shqetëson fakti që dikush të jeti paraburgosur për 5 vite përpara se të ndiqet penalisht për një çështje penale, ndërkohë që këta persona janë dorëzuar vullnetarisht dhe kanë qenë shumë bashkëpunues me gjykatën. Kështu që në rastin e të akuzuarit në fjalë nuk e kuptoj fare sepse është dashur të qëndrojë në burg për 5 vite. Unë për vete nuk e shoh këtë si shtet të së drejtës ose sundim të ligjit që shpresoja se do të krijohej nga sistemi ndërkombëtar ose të paktën pa diskutim që sekretarja Albright nuk ka pasur këtë lloj drejtësie në mendje kur ka iniciuar krijimin e Tribunalit të Hagës për ish Jugosllavinë ose atë për Ruandën. Ish ndihmës sekretari amerikan i shtetit tha se ishte përgatitur me qindra orë për dëshminë e tij në këtë gjyq, ndërsa shtoi se kishte marrë edhe lejen e Departamentit Amerikan të Shtetit për të qenë përballë prokurorëve në Hag. James Rubin tha se në vitin 1998 kishte patur një raport të Organizatës së Kombeve të Bashkuara që nuk fliste mirë për ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe akuzonin atë për krime lufte, raport për të cilin Rubin tha se kishte qenë skeptik për të, duke e quajtur një punë të pasaktë dhe të gabuar. Ish ndihmës sekretari amerikan i shtetit tha se Washingtoni në fillim kishte menduar se të gjithë se ushtria çlirimtare ishte një organizatë terroriste, por ai tha se diçka e tillë ndryshoi shumë shpejt. Ndoshta ne shkelëm dëshirën tonë që të ishim në anën e engjujve gjithmonë. Në fillim e përshkruanim si organizatë me aktivitete terroriste dhe ne sigurisht me gjithë dëshirën që kishim të ishim në anën e engjujve, nuk donim të mbështesnim njerëz që zhvillonin aktivitete terroriste. Ky ndryshim qëndroi sidomos pasi ushtria çlirimtare e Kosovës u pajtua me marrëveshjen e Rambujës. Ka pasur shumë pretendime për akuza e për krime lufte nga pjesëtarët e UÇK-s, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë arritur kurrë ta vërtetojnë diçka të tillë. Gjithçka që James Rubin po dëshmon si pjesë e dëshmitarëve mbrojtës ndaj ish-krerëve të UÇK-s gjendet e dokumentuar në dokumentacionin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Ish ndihmës sekretari amerikan i shtetit pritet të vijojë dëshminë e tij në kuadrin e mbrojtjes në dhomat e specializuara të Hagës deri në mesin e kësaj jave. Pjesë e dëshmitarëve pritet të jenë dhe zyrtarë të tjerë të lartë amerikan. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi akuzohen nga dhomat e specializuara të Hagës për kryerjen e krimeve të ndryshme të luftës duke përfshirë torturë, vrasje, krime kundër njerëzimit, zhdukje me forcë dhe persekutim të qindra civilëve dhe personave që nuk morën pjesë në luftime. Liria e ka një emër, po a ka dhe shpresa po ashtu emrin e Hashim Thaçit, po do flasim për këto, po fillimisht Aki do dohet pyesja për diçka tjetër që më ka bërë shumë përshtypje, me thënë vërtetën. E di dhe nga biseda edhe nga miqtë e tjerë që Thaçi ka thënë që nuk do merret më me politikë, po do merret me diçka tjetër, me aktivitet publik, por me politikë nëse ai lirohet dhe kthehet në Kosovë. Megjithatë, unë mendoj që nëse Thaçi lirohet dhe kolegët lirohen, unë mendoj që në Kosovë do lini një parti e re politike. Pse e them këtë? Gjatë gjithë këtyre viteve më parë një opozitë shumë dobët. Dhe këtu nuk referohem stilit që të LDK-s. LDK-ja ka pasur gjithmonë këtë lloj stili, edhe në qeverisje, edhe në opozitë. Një lloj stili pak më temi më i ftohtë, më ekuilibruar, jo natyral për karakterin shqiptar. Kurse Partia Demokratike e Kosovës ka qenë gjithmonë parti aktive, dhe në pushtet edhe në opozitë. Tu duke i quajtur sigurisht gjithë defektet e tmeta që ka përfshirë dhe korrupsionin. Për shkak se ndjeti një periudhë gjatë në qeverisje. Por drejtimi tani i PDK-s, më thënë vërtetën, është zhgënjys. Pra, si mund të votosh ti si kryetari i PDK-s për shembull, për kryetar kuvendi një person që ka thënë gjërat më të zeza për UÇK. Kryetari aktual i kuvendit të Kosovës. Nuk votohet nga disa deputet në tojza rebel të PDK-s, po votohet nga kryetari i PDK-s, nga personi i cili u caktua të jetë kryetari i PDK-s, nga Hashim Thaçi. Pra le të themi ç'a ndodh me skenën politike opozitare. Aq në atë pikë
sa që ato 4-5.000 veta që u mblodhën në Hag, nuk e kërkun thashën vetëm që të lirohet, por kërkun dhe që të kthehet. Dhe jo të kthehet thjesht Kosovë, po të kthehet politikë. Tani, sigurisht që është shumë e vështirë në situatën ku jemi që të parashikohet përfundimi i procesit në Hag. Është shumë i vështirë. E vërtet është. Edhe akuzat janë të komplikuara. Edhe akuzat janë të komplikuara, është fatkeqësi, pafund fatkeqësi për historinë e popullit shqiptar Kosovë, që ka ndodhur një gjë e tillë si puna e gjykatës, dhe po ashtu është fatkeqësi përbrenda krejt këtyre dëshmive dhe fundin nga ndihmë sekretari Rubin, që ideja ishte që të individualizohet në çfarëdo forme faji që ka mund ndodhë një luftë, sepse luftrat janë të tilla. Po të mos kolektivizohet dhe mos të hedhet UÇK-ja në bankën e të akuzuarve. Dhe tani jemi në një proces shumë të komplikuar, që mendoj që duhet ta krijojmë një, sepse është shumë më kritike distanca që duhet ta krijojmë ne me procesin se sa tentimi që ta bëjmë bastardojmë gjithë procesin i cili është i lidhur ngushtë edhe me shpalljen e pavarësisë së shtetit Kosovës. Unë ngutem që emrat individual, kushdo që t'jenë ata, më të rëndësishme të historisë, të lidhen me fatin e kombit edhe shtetit tonë, sepse është fatkeqësi e madhe. Do bëni një gabim që po bën Kurti aktualisht, me dashje apo pa dashje. Ne kemi pas patriot të rëndësishëm në historinë tonë, cilët kanë sakrifikuar gjithçka. Kemi Adem Jasharin që ka vdekur, është vrarë me gjithë familjen e tij për pavarësinë e Kosovës, dhe nuk guxojmë që fatin e UÇK-s, fatin e shtetit tonë, fatin e pavarësisë të Kosovës, ta ndërlidhim me asnjë emër të përveçëm. Kushdo që jetë. E dyta, mendoj që ne atë shpresën e madhe për tranzicionin e zhvillimor të Kosovës që patëm me Kurtin, nuk duhet ta vendosim e ta subordinojmë në idenë që duhet kthyer, se kjo i bie sikur Helmut Kohl do duhet kthehej pas bashkimit me Gjermaninë, sepse dështoi një kryeministër të korruptë. Unë e kuptova, patjetër. Unë mendoj që populli shqiptar i Kosovës duhet ta mbrojmë me fanatizëm demokracinë dhe kushtetutshmërinë e Republikës Kosovës, duhet ta rikthej marrëdhënien speciale e të shëndosh me Shqipërinë, sepse realiteti politik dhe lëvizja hartave gjeopolitike në Ballkan e mëxër në Europë kërkojnë mençurinë e shqiptarëve në këtë moment historik që të bëjmë trekëndshjen e balancimit në Ballkan, grekët, serbët dhe ne. Kurti është bërë pengesa kryesore e balancimit të trekëndshit fuqisë ekonomike, ushtarake, kulturore në Ballkan, duke mos kooperuar me Shqipërinë. Dhe kjo është humbje jo vetëm e ditëve, e muajve, po është humbje e shansit historik për shqiptarët. Nuk mendoj që asnjë emër i përveçëm mund të kthehet ose të bëj. Duhet një energji tjetër e ndërlidhjes së shqiptarëve, Shqipëri, Kosovë, Preshevë, Bujanoc, dhe jo manipulim. E shihni çka ka ndodhur me Maqedoninë. Është kthyer 15 vite mrapa me një lëvizje politike të Kurtit, i cili nga 9 të punësuar shqiptar në institucione të rëndësishme të Maqedonisë ka mbetur në 1. Nga 9 është reduktuar në 1. Vetëm pse Kurti ka në idenë e tij subordinimin ideologjik të shqiptarëve në çdo cep atje. Kurti ndoshta ke ky trekënd që thotë mos janë shqiptarë, po të jenë grekët, serbët dhe unë, thot Kurti. Po, është e mundur. Ose pra do ta spostoj epishëndrën politike nga Tirana në Prishtinë. Ose nuk e mendon se ka të keq, po pasohet mund të jetë. Ndoshta nuk e mendon si trekëndësh, e mendon si rreth ideologjik të grekëve, serbëve dhe atij si i majt. Po kjo nuk ka funksionuar asnjëherë në histori. Përkundrazi, na ka kushtuar, sidomos gjatë luftës dytë botërore, por edhe më herët, me shpopullim territoreve shqiptare. Ideja që ti mund të ofrosh me Beogradin ose edhe me Athinën ideologjikisht ju ka kushtuar shqiptarëve me qindra mijë jeta njerëzve dhe territor. Atëherë mençuria e ndjekjes së vijës amerikane, por edhe një pjesë dërmuese europiane, është që shqiptarët marrin dorën e tyre fatin ekonomik ushtarak dhe të tejkalojnë këtë punën, se unë mendoj pse nuk është Kurti të Enverit, kthejmë për një sekondë, është se Enveri ka qenë shumë më edukuar se Kurti. Kurti është një fshataresk në formën e mendimit të tij. Është gati se shtazarak kundër kundërshtarit politik për
idenë e tij, jo për shtetin, se po ta bën të arsimin Kurti për 5 vite ashtu siç e ka bërë Enver Hoxha sistemin arsimor këtu, edhe pse ka qenë indoktrinim, në kuptimin e do ishte ke ndryshe. Janë paralelizme, janë konkrete ndryshme. Po sigurisht, po jo, ideja është desha të them qoftë më lejoni. Ku jemi? Nuk mund të paragjykohen individët, sepse ne kemi Europën e zhvilluar, funksionojnë partitë politike me individ, funksionojnë me njerëz karizmatik. Dhe në fakt, po të shofësh ftoht, si që shofun, ju e shikoni nga brënda, e shikoni krejt ndryshe. E shef do t'i ftoht, unë si shqiptar me thonë vërtetën, mundohem të shof ftoht, racionalisht mund të themi ftoht. Në këtë piku ka edhe çështjet, unë nuk e shof do të më ftoht. Unë për shembull e shof si nevojë. Unë në emision mos merrem shumë me çështjet e Kosovës, sepse unë nuk pëlqej ky sensin i patronalizmit. Jo, nuk ka sens patronalizmi. Patronalizmi këtë rast është amerikan. Por në këtë rast, unë mendoj që nuk është shqiptar. Unë mendoj që duhet shqetësohemi edhe ne në Tiranë. Qofse ne duhet të shohim. Kjo që thot Akio është shumë e rëndë. Ti e njeh shumë mirë diplomacinë. Nëse prishet funksionon me strategji. Ky trekëndësh dhe faktorë shqiptar të defaktorizohet për interesa politike, ideologjike apo personale dikujt, pasojat i vujnë gjithë ne, nuk i vujnë lokal. Kosova. Unë besoj që ka një mekanizëm më tej lokalit. Unë besoj që ka një mekanizëm i cili po ofron një zgjidhje. Për shembull, si mund shifet metaforikisht? A ishte nisur për në shtëpinë e bardhë Hashim Thaçi para se të arrestohej? Po. Dhe ndërtoi dhe ndërpreu rrugën dhe u dorëzu si asnjë serb. As Miloševići nuk është dorëzuar. Miloševićin e kapën. Po pra, e kapën se nuk të dorëzojnë ndryshe ata. Nuk ka njeri që shkoj si Ramush Haradinaj. Problemi është që nëse gjithë kjo procedurë, e cila nisi nëpërmjet një dosje të Dick Martinit, senatorit zviceran, që foli për shtëpin, u bë për Ahmet, ama ka lënë mbrapa litarit, qofse nisi me një dosje, e cila nuk është përmendur një rast të vetëm, dhe që ka rezultuar jo ekzistente. Atëherë, si mund të vazhdojë? Edhe kur ti përdor dosje të prokurorit serb, kjo tregon që këtu ka politik, nuk ka sistem jurisdiksioni. Atë ta vazhdojmë te kjo që thoni ju. Arben, ka patur një përpjekje shumë të kujdesshme nga Tirana, jo publike, që të pikërisht tek çështja e ngritjes, dhe dim që dhomat speciale apo arkiu ngritën me mendim kuvendit të Kosovës. Po pra, janë pa precedent ligjor, janë Kurti apo jo votoi kundër, Hashimi dole dhe tha kur abstenoi, po nuk votoi pro. Hashimi tha kush nuk voton, tha katrat është kundër interesave kombëtare etj. Ka pasur një përpjekje nga Tirana zyrtare që bindi vetvendosjen dhe PDK-n SPAK-u, po ndoshta edhe partitë e tjera, që të marrin një mendim politik në parlament për shkryerjen e këtyre dhomave. Ti thua për shkryerjen e tanishme. Po. Pra ka pa, nuk është një përpjekje e dukshme, po është një ide që është mbështetur nga Tirana, që ndoshta zgjidhja do të ishte që kjo është ide e drejtë paremisht. Teorikisht. Po, por është e komplikuar, pasi është një veprim që do dilte kundër një vullneti ndërkombëtar, kryesisht bashkimit evropian. Teorikisht. Po këtu prap Kurti e ka kundërshtuar.